Një atentat mafios tronditi qytetin Elbasanit të dielën kur biznesmeni Edmond Hyka, 43 vjeç, i njohur me Novko në Mondi Mhalla, u ekzekutua pranë karburantit të tij Xhaxhi Oil në lagjen Emin Matraxhiu. Sipas hetimeve të deritanishme, viktima sapo kishte dalë nga zyra e tij dhe ishte ulur në makinën tip Range Rover, kur një prej autorëve u afrua dhe e qelloi 3 herë me pistolet, 2 plumba duke e kapur në kokë, çka shkaktoi vdekjen e menjëhershme. Ngjarja që ndodhi mesditën e së dielës ka lënë banorët e zonës të tronditur dhe të friksuar. Hetuesit e Elbasanit raportojnë se autorët, të paktën 2 persona, u larguan me një makinë të zezë pauti. Mjeti u shkrumbua më pas 15 kilometra më tutje, në mes të asfaltit pranë fshatit Mirak, në drejtim të Librashtit. Brenda saj u gjet një pistolet Beretta, armë që dyshohet të jetë përdorur në krim, ndërsa autorët më pas u larguan me një automjet tjetër, duke zhdukur çdo gjurmë. Grupi i posaçëm hetimor ka shoqëruar të paktën 7 persona për t'i marrë në pyetje, kryesisht dëshmitar dhe familjar të viktimës, por deri tani deklaratat e tyre nuk kanë dhënë informacion të dobishëm për identifikimin e autorëve. Hetuesit po shqyrtojnë çdo provë të mundshme përfshirë pamjet nga kamerat e sigurisë dhe gjurmët e lëna në vendin e ngjarjes. Edmond Hyka nuk ishte person i panjohur për policinë, ai kishte precedent për armbajtje pa leje dhe narkotik, ndërsa aktivitetet e tij të biznesit shtriheshin prej vitesh në qytetin e Elbasanit dhe në Tiranë, ku jetonte në zonën e komunës së Parisit. Përveç karburantit Xhaxhi Oil, Hyka ishte pronar i një shërbimi taksie të sapo krijuar. El Taxi tregon se kishte zgjeruar aktivitetin e tij lokal dhe kishte ndërtuar një rrjet biznesi në rajon. Hetimet vazhdojnë intensivisht nga grupi i posaçëm në Elbasan, me qëllim kapjen e autorëve dhe zbardhjen e plotë të dinamikës së atentatit, i cili lidhet me lidhje të mundshme kriminale dhe motive mafioze. Banorët e zonës mbeten të shqetësuar, ndërsa policia ka rritur patrullimet dhe kontrollet në qytet dhe rrethinat për të parandaluar incidente të tjera.